Erdhëm këtu në plazh për të shijuar pak të ngrohtësinë e drekës, sepse normalisht vjen mbasditja, dielli perëndon, bëhet më freskët. Frym pak erë, datat nuk janë të mëdha, por normalisht nuk shikon asnjë duke u larë në det, pasi është ftohtë, është 31 dhjetor. Doja vërtet ju uroja një vit sa më të mbar, sa më të lumtur, shëndetin në radhë të parë, mbarësia, por aman gjërat e tjera krijojnë vetë. Çfarë do të thoni? Çfarë do të thua? Çfarë do të thua? Oh my god. Çfarë dua të them me këtë? Mendoj që të gjithë ne mund ta krijojmë historinë tonë. Dhe nëse jemi të rehatshëm aty ku jemi, nëse jemi në një punë që nuk duam, mund të mësojmë më shumë. Ka universitete falas të panumërta, që mendoj që do bëj një seri një ditë, një video, ku do të tregoj gjithë vendet e ndryshme që ju mund të mësoni falas, nëse ka të bëjë me anglishte, nëse ka të bëjë me programimin, me IT-n, biologjin, shumë të tjera. Janë universitete falas. Tani nuk e di për certifikatën, a diplomohesh apo jo, por mjafton për eksperiencë, për njohuritë, është shumë gjëna të thuash sot e kësaj dite që nuk kam para të vetë në universitet, nuk kam para të shkollohem, sepse është falas. Edhe njohuritë që kam sot, nuk I kam thjesht nga shkolla, edhe pse kam 2 fakultete, një nga Shqipëria, një nga Amerika për marketing biznes. Nuk mendoj që më kanë ndihmuar të jem kush jam sot aq shumë sa mendoj, por ka të bëjë me praktikën, me kërkimet e dhura që kam bërë, që kam mësuar, që jam ku jam. Pra, social media nuk ishte fare në universitetet që kam bërë, mbase një kapitull në një nga lëndët e marketingut, por e kam mësuar vetë, se si të rris followers, si të rris subscribers, si të ndihmoj klientët e mi të rrisin brandet e tyra. Kjo është një gjë që kam ndihmuar, e kam thjesht mësuar duke parë video, duke praktikuar vetë, duke kërkuar, duke dështuar shumë herë, edhe thjesht për të përmirësuar, sepse nëse ju keni një konsistencë dhe vazhdoni që të përmirësoni, bëni ekspert. Pra, sikur të 1 orë, 30 minuta në ditë, juve po të mësoni diçka, do bëni ekspert në atë fushë, me ekspertizë 5 vjeçare, 10 vjeçare, pra varet sa kohë juve do harxhoni për të mësuar. Kështu që këtë do t'ju uroj. Thjesht ju të kërkoni, të hapni libra dhe të keni më shumë motivim për të ardhmen, sepse jemi në një epokë me AI dhe shumë gjëra që po ndryshojnë, që mendoj që kanë për të qenë revolucionare për të gjithë ne, dhe po do sjell dhe mbasi më shumë varfëri, sepse shumë punë mund të pengohen, pa do hapi dhe shumë mundësira të tjera për njerëz të ndryshëm që me anë të AI mund të kenë biznese të suksesshëm. Kështu që hapni, kërkoni, lexoni, në vend që të shikoni thjesht kanale, gjëra që nuk ju shtojnë. Pra dhe kanalin tim nuk po thjesht po e bëj për t'ju treguar juve një vend ndryshe, mbasi sa mund të mendojnë që thjesht po mundojmë të tregoj veten apo të shëzdëngla, kjo nuk është arsyeja. Arsyeja pse unë po I tregoj këto udhëtime është sepse vura re që nuk ishte një, të gjithë thonë që mund të punosh nga shtëpia, mund të udhëtosh, por unë kur bëja kërkime nuk gjej një person të dur që tregon vërtet se si është të punosh nga shtëpia, të kesh një biznes online dhe të udhëtosh. Dhe prandaj kam hapur këtë seri, që jo vetëm të tregoj pak nga bota, nga vendet e ndryshme që udhëtoj, por dhe t'ju jap idera, t'ju jap frymëzim se çfarë ka përtej vendit ku jetoni, kudo që nga më shikoni, dhe do doja të komentoni nga po I shikoni këtë video. Dua t'ju jap pak motivim, pra mësim, edukim, idera biznesi, idera për të rritur biznesin, për të rritur karrierën, dhe një frymëzim se si mund të keni një jetë më të mirë që t'ju bëjë më të lumtur. Dhe mendoj që unë dhe burim deri sot e kemi arritur, nuk e kemi arritur thjesht, kemi patur goxha, nuk do t'i them dështime, por më shumë përpjekje. Pra ne të pagjumë, ne që ngriheshim herët, shumë të mbingarkuar, shumë me stres për të arritur ku jemi sot. Dhe mendoj që më në fund e kemi arritur, ku neve nuk na pengon asgjë për të vajtur në një vend tjetër, të jetojmë 1 muaj aty, apo të jetojmë 2 muaj në Shqipëri, në Kosovë, në mbar botën, dhe prap të përballojmë, sepse vazhdojmë punojmë, vazhdojmë kemi biznesi im, domethënë, edhe vazhdon burri të punojë nga shtëpia, pra ka të ardhura që na vijnë, plus që ne çupat I bëjmë homeschooling, pra mësim nga shtëpia, dhe kjo nuk na pengon që të marrim leje nga shkolla, nuk kemi pse marrim leje askujt, dhe kjo është një gjë që shumë njerëz ndonjëherë nuk e dinë që ekziston, dhe thëmë drejtën as unë nuk e mendoja. Dëgjoja video të njerëzve që
bureshin që mund të dhëtosh e punosh, po nuk se shpjegoni si. Dhe shpresoj që me videot e mia unë të tregoj si në vazhdim dhe për më shumë po të shikoni në description kam dhe kanalin amerikan ku ndaj më shumë këshilla mbi biznesin, marketingun e të tjera në anglisht për ata që mbase kuptojnë anglishtën dhe do të mësojnë gjë më shumë se thjesht kanali shqiptar. Nëse neve nuk e sillim ndryshimin, nuk kërkojmë më shumë nga jeta, nuk udhëtojmë, eksplorojmë, ndonjëherë nuk e dim që aty ku jemi mbase nuk është më e mira. Edhe pse nuk po flas vetëm për punën, po flas për mënyrën e jetesës dhe kur je një gjë që të sjell bota online, kur je si të thuash punon nga shtëpia, mund të punosh nga kudo, nuk të pengon, mund të rësh 2 muaj diku, 3 muaj. Një gjë që njerëzit thonë, njerëzit që nomad, quhen ata, që mund të thënë nuk se kanë rënë diku, të jetojnë diku, po udhëtojnë nga vendi në vend, thonë që shko atje ku të trajtoj më mirë. Pra, ku të trajtoj më mirë si për shëndetin, si për taksat, si për benefitet, si për punë, shko në një vend dhe jepja fuqin, energjin, mençurinë tënde një vendi që të trajtojë më mirë. Edhe mbase kjo është një arsye që shumë shqiptarë largojnë nga Shqipëria, largojnë nga Kosova sepse nuk po ja japin ato benefite. Dhe pse njerëzit më të zgjuar të Shqipërisë largojnë për një punë më të mirë sepse ka njohuri, janë të mençur, pa ama nuk shikojnë virtytet dhe benefitet mbrapsht të njohurive të tyre. Dhe nëse ne duam ta ndryshojmë, do të ndryshojmë dhe një radhë të parë veten, të përmirësojmë vendin ku jam. Agentët e shitjes. Ka shumë kompani, mos them zërë të gjitha kompani ka nevojë për shitje. Pra për forcë, nëse ka të bëjë me telemarketing, nëse ka të bëjë me account manager quhet këtu ose sales associate që bëjnë shitje dhe mjafton ti të kesh një laptop, kesh wifi, si edhe telefon, ti mund të punosh për këto kompani. Pra, normalisht varet nga gjuha që flisni, nëse është një gjuhë italiane, gjermane, ka kompanira të ndryshme që ofrojnë punë të tillë që nuk duan t'ia dinë ku jetoni, sepse mjafton të dini gjuhën dhe mund të punoni nga kudo dhe nga vendi ku jeni, edhe në Shqipëri dhe Kosovë të jetë, mjafton që ju të keni eksperiencë gjuhën. Prandaj është shumë e rëndësishme që juve të mësoni të paktën një gjuhë tjetër përveç shqipe, dhe mos gjuha amerikane, gjuha angleze, sepse të jep më shumë mundësi, sepse shumicave këtyra kompanive duan anglisht folës. Por ka dhe kompanira italiane, greke, gjermane, e të tjera, ose dhe kompanira amerikane që mundohen të deportojnë këto tregje të mëdhaja dhe duan gjerman folës e të tjerë me radhë. Kështu që nëse juve thjesht më mësoni shqip, edhe kaq dhe nuk kursen, do thoni ju, po nuk kam para t'i në kurs. Hapni YouTube, keni aplikacione të panumërta që ofrojnë për të mësuar gjuhën, që janë shumë interaktive dhe fëmijët mund të mësojnë. Datë që janë universitete falas që japen, edhe në Coursera mund gjesh kurse të panumërta, LinkedIn jep trajnime të panumërta, YouTube ka trajnime të panumërta. Një aplikacion që unë përdor për momentin se jam duke mësuar gjuhën polake, quhet Duolingo, dhe janë shumë interaktive si dhe për fëmijët. Pra, nëse juve në vend që të shikoni thjesht filma Netflix apo thjesht të rini kot në telefon, të lozin ato lojrat e telefonit, juve mund të gjeni një nga këto aplikacione dhe thjesht i dedikoni sikur 30 minuta në ditë për mësuar të gjuhë. Sepse dhe normalisht dhe unë anglisht nuk e mësova brenda dite, bëra kurse në Shqipëri, vajta në shkollë. Një profesion tjetër ka të bëjë me IT-n. Kur them IT-n, nuk është thjesht admin IT kompjuterar, sepse këto adminet të kompjuterar ndonjëherë janë pozicione fizike sepse do të vinë aty kontrollojnë serverin, kontrollojnë kompjuterin, laptopin e punojnë si pra nuk është se janë shumë remote, pra punim nga shtëpia. Por information technology, information security, IT-a, pra sigurimi IT-s ka aq shumë lloj deg të ndryshme nga cyber security, threat defense e të tjera me radhë, që normalisht ti nuk mund të bësh me eksperiencë me njëherë. Duhet të nisësh diku nga pak, ti ish mbase network admin, por aman këto lloj pozicionesh të IT-s ka dhe shitje. Pra ti mund të jesh thjesht account manageri për të shitur shërbime cloud, për të shitur shërbime të IT-s. Dhe unë biles në Amerikë kam bërë këtë punë, kur punoja për një kompani që gjithë shërbimet e IT-s që shisnin kompanirat të mëdha si Cisco, HPE, Microsoft, Dell e të tjera me radhë, unë ja shisja, pra bëja relata me kompani të ndryshme, amerikane, kryesisht,
në për departamentet e tyre të IT-s, e flas për kompaninë që ishin nga 50 veta, 1000 veta e më shumë, për të shitur këto pozicione dhe për të shitur këto shërbime të ndryshme. Pra laptopet to ishin gjëja më e vogël që mund të shise këtyre kompanive, sepse shërbimet e IT-s janë të panumërta, çfarë një kompani e madhe. Dhe që ju të futeni në këtë rrugë, e para punës do e dini gjuhën, dhe ty të punës thjesht gjeni edhe trajnime falas, për shembull Cisco Networking, ka trajnime falas që mund të gjeni në internet dhe mund të merrni certifikata nga Cisco falas. Ka dhe certifikata më të avancuara që duhet pakoni para, por pastaj sipas këtyre certifikatave ju mund të gjeni pozicione të ngjashme, fillestare, mësoni dhe pa nga pak. Ka dhe shumë kompanira europiane që ofrojnë këtë pozicion dhe ka kërkesë, biles ka më shumë kërkesë për punonjës në IT, dhe kur them IT thash në gjithë degët IT, cyber security, threat defense, cloud, networking, nuk di domethënë, degët janë pa numërta. Më thënë të bëj një hartë do ishte vështirë nga gjithë shërbime, sepse çdo kompani ka nevojë për gjitha këto shërbime që përmenda. Dhe ma gjithë sa kompanirat të mëdha kanë nëpër botë, që pse jo ata duhet punojnë punonjës nga Shqipëria, nga Europa, sepse i kushton më lirë atyre. Kurse goxha para se sa të punsojnë një punonjës nga Amerika. Dhe nuk ke nevojë për vizë pune, se gjithë duan të vinë në Amerikë, dhe normalisht duhet vizë pune të vish në Amerikë. Por nuk arrin të kuptojnë që ti nuk ke nevojë të vish në Amerikë. Ëndrrën amerikanë mund ta gjesh në Shqipëri. Dhe këtë nuk e kam thjesht nga broçkulla apo thjesht teorira, po e kam nga praktikë, sepse njoh shumë njerëz që punojnë, që edhe në punën që bëja më përpara në korporat, që mendoja që ishin në Amerikë dhe në fakt punonin nga Kosova, ose kishin një biznes nga Kosova që shisin shërbime kompanirave të mëdha, ndonjëherë kompani të mëdha, nëse ti ke një biznes të lidhur me këto shërbimet të sigurimit, të cyber security të këtyre kompanive, duke qenë se janë shumë më lirë se sa kushton këtë në SBA, i blinin shërbimet edhe i bënin si thosh outsource, pra i bënin upsell. Çfarë do thot upsell? Që unë për shembull nëse shes një shërbim në Shqipëri, apo dhe orët e një punonjësi, nëse shes $20 ora, që prap duket shumë për Shqipërinë, këtu ata e blinin atë punonjësin dhe ja shisin një kompani tjetër me $55 ora, apo $70 ora, me gjithë sa fitim që bën edhe ata, por edhe për Shqipërinë ishte një mësi, apo Kosovën, një mësi shumë e mirë. Ka disa kompanira në Kosovë dhe Shqipëri që janë futur në tregun amerikan. Disa nga ato kompania kanë qenë edhe kompanira që unë vetë kam ndihmuar, nëse ka qenë me mentorim biznesi, mentorim marketingu, strategjik dhe kryesisht shitja, sepse shumica e kompanive shqiptare, arsyeja më kryesore që nuk deportojnë në tregun amerikan, nuk është se kanë apo brandin e bukur apo kanë faqet e bukura të LinkedIn-it, është sepse nuk din strategjinë e shitjes, mendojnë që është një lloj si të bësh shitje me biznese shqiptare. Dhe në fakt është një komplet strategji e kundërt, sepse tregjet amerikane, sikur ti thua, janë më lira, nuk të thënë përgjigje fare, nëse ti nuk ke një farë strategji se si ti të komunikosh me personin e dur, e para punës ta gjesh personin e dur, si të komunikosh, të krijosh relata pa vajtur fare tek shitja. Industria tjetër është dhe industria që unë jam sot, edhe më ka dhënë fleksibilitetin të jem ku jam sot. Probably I'll go for a walk. Është digital marketing. Kur them digital marketing, ka aq shumë shërbime sa njerëzit kur them digital marketing, gjë parë që veten në mendje, thonë që bën website-e ti, bën menaxhim rrjete sociale, kur në fakt ato janë një nga shërbimet më të lira. Pra digital marketing përfshin SEO, përfshin normalisht jo vetëm për website-et, por edhe për shërbime të ndryshme që website mund të kërkojë, nëse ke e-commerce, normalisht është një tjetër website, mund të kushtoj shumë më para, video production, pra video editimet që bëhen për kanalet e ndryshme të YouTube-it, video editorët e mirë, për shembull janë nga Kosova, janë nga Shqipëria, kam edhe nga India. Nuk kam provuar shtetet e tjera, sepse edhe nga India nuk kam shumë, gjithmonë punsoj shqiptar, sepse dua që si thua të jap mbrapsh komunitetit shqiptar. Arsyeja pse nuk punsoj nga India është sepse është gjithatë etiketa e punës, pra nuk janë korrekt, janë në fillim të gëzuar, pranoj një projekt me aq pak orë apo sa do duan ata, dhe pastaj delin projekt tjetër dhe nuk janë korrekt. Dhe normalisht ju nëse vërtet doni të bëni para në digital marketing, gjeni diçka që vërtet e bëni me pasion, jo e bëni thjesht për para. Sepse ndonjëherë vërtet unë thash që gjeni një punë që t'ju japi fleksibilitet dhe liri, por do gjesh një punë që
ke nerva ta bësh dhe ke dashuri edhe bë me pasion. Si për shembull unë marketingun e bëj me pasion. Këto video që po i bëj tani unë nuk i quaj punë. Unë mund t'isha me një shoqe tani edhe mund bëja muhabet siç po bëjmë bashkë dhe do t'i shtoja të njëjta gjëra saj. Pra unë kam qef që çfarë njohurish unë kam marrë, nuk e quaj vete njeriu më i mençur në botë, më i pasur në botë, nuk jam multimilionere, sepse normalisht jam vetëm 34 vjeç, që të jesh multimilionere do shumë punë, do shumë kohë, por aman mendoj që jam duke krijuar një jetë që edhe pse mbase nuk jam multimilionere, kam shumë fleksibilitet, liri, udhëtoj dhe kam më shumë lumturi, sepse dhe po kaloj më shumë kohë me familjen time, që gjëra që nuk do kisha nëse nuk do isha futur rrugës online. Për sa i përket digital marketing, video editime ndonjëherë nëse bëjnë këto editimet e Reels ose TikTok, janë gjëra që ju nuk keni nevojë as për laptop. I bën në telefon, maksimumi një video është 1 minutë e gjys, në këto platforma ja 2 minuta. Mjafton të mësoni CapCut, tutorialet janë të panumërta falas brenda CapCutit. Pra këto tutoriale juve mund të thjesht i ndiqni, mund të hapni YouTube-in, praktikoni dhe mund të mësoni si të editoni. Dhe nëse unë për shumë një editor mund të pagoj para, sikur 10 video të bëj ai editori në javë, ai prap bën shumë para në javë, se ç'do bënte në Shqipëri për 1 muaj mos më shumë. Normalisht, fakti që unë klientëve të mi ashes më shumë sepse unë krijoj strategjinë, unë i kam trajnuar këta editorë si t'i bëjnë gjërat, harxoj kohën time me menaxhimin e klientit, me menaxhimin e skuadrës, gjëra që klientët e mi nuk do doni t'i bënin. Gjëja tjetër përveç video editime janë dhe videotimet e YouTube-it që merr akoma më shumë para, sepse kërkon më shumë eksperiencë. Janë ca gjëra që është mirë t'i bësh me këto software-et e tjera, Adobe Premiere, Adobe Pro. Dhe çdo gjë që unë po them njerëz, ku njerëz më thonë mua që më bësh trajnim për Adobe Pro, më bësh trajnim për editim, mund të bëj, mund t'ja marr lekët, po i them kurse i lekët, dhe shko, hap YouTube-in dhe gjet trajnime falas. Është tur, domethënë, normalisht të gjithë jemi këtu për bërë para nga janë, edhe këto YouTube-et, këto videot ka një farë goli, nuk është thjesht motivimi, inspirimi, por është një mënyrë e të ardhurave që unë bëj në biznesin tim, që nuk është e lodhen shumë, i bëj me pasion, se unë kam shumë dëshirë të bëj content që është me vlerë, është argëtues për të tjerët, por aman edhe nuk është se lodhem shumë, dhe një ditë do vinë që mbase këto video do bëhen aq virale sa unë mbase nuk kam nevojë të kem asnjë biznes më, sepse do më vinë të ardhur nga YouTube, nga gjithë platformat e tjera sociale. Kam monetizuar Facebook-un, kam monetizuar TikTok-un, YouTube-in amerikanin kam monetizuar dhe YouTube-in shqiptar janë duke monetizuar shumë shpejt, që do më vinë të ardhur nga YouTube, plus bashkëpunimet me marka të ndryshme, marrë komisione ku njerëzit blejnë produkte nga Amazoni që unë kam lidhur, pra gjithë produktet që unë përdor në për video, në për ku bëj homeschooling me çupën, i bëj linket brenda Amazonit tim, kush i blen normal një komision të vogël. Pastaj ka edhe marka të ndryshme që më dërgojnë produkte falas, për t'i bërë një video shumë të bukur, që është edukative, argëtuese, pra jo vetëm si promocionale, sepse unë merr me gjithë strategjinë e kontentit dhe unë bëj para, jo vetëm ora produktiv falas, që do ta përdor gjithsesi, por bëj para. Gjëja tjetër të digital marketing është SEO, që unë vetë nuk kam ekspertizën e dur, kam strategjinë, por marr njerëz me eksperiencë sepse do më shumë eksperiencë. Pra SEO ka të bëjë si për website-et që të rankohen kur ti kërkon një shërbim, për shembull agjenci marketingu në New Hampshire, pra që është tamam unë, do që të rankohesh e para, pra ti jesh në një ndër më të përpara, do që të kesh ato reklamat e Google-it që dalesh e para, pra kjo është SEO. Dhe nuk është një gjë që bëj unë sot për një muaj, dhe sepse do muaj të tëra që të rankohesh, sepse ka kompanira me buxhet shumë të madh që rankohen në fillim sepse kanë vite që po bëjnë SEO, muaj për muaj, kanë bërë blogje të numërta, kanë bërë reklama nëpër website të ndryshme. Po një shërbim tjetër është menaxhimi i rrjeteve sociale, që shumica e njerëzve mendojnë që thjesht do bëjnë një ca postime të bukura me Canva, edhe kjo quhet menaxhimi i rrjeteve sociale dhe postoj. Por nëse ju vërtet doni të bëni shumë para, duhet të mësoni se si të rrisni faqet e tuaja, të monetizoni faqet tuaja, siç e kam bërë unë, dhe pastaj jo vetëm që ofroni strategji të ndryshme, siç ofron dhe agjencia ime marketingu se si të menaxhoni rrjetet sociale, por jo vetëm menaxhimi, është si të krijoni një komunitet të ngushtë, si të rrisni shikimet, followers, like-et e këtyre vendeve, që sa më shumë followers të keni, më shumë klientë do keni nëse përdorni strategjinë e dur.
këtu hyn pasaj graphic designer, që mendoj që graphic designer të gjithë duhet të futen dhe në rrjetin e menaxhimit të rrjeteve sociale, që mos fokusojnë vetëm tek graphic design, sepse janë gjëra që sot e kësaj dite mund të përdorin edhe shumë platforma të ndryshme AI t'i bëjnë këto postime për ju, por edhe të fokusojnë tek gjëra të ndryshme, nëse është video editimi, nëse ka të bëjë me rrjete sociale, që janë punë që mund t'i bësh nga shtëpia, nga kudo, dhe nëse ti arrin të kesh shumë klient, pse jo hap agjensinë tënde, të punësosh njerëz të tjerë që dhe i trajnojnë që të bëjnë pak a shumë jetë në gjë, por më shumë para mund të fitosh. Shkurmabeti do me thënë çdo pozicion që nuk të duhet të jesh në zyrë, që mund të punosh nga shtëpia, mund të jetë punë remote. Për shembull ka njerëz që ndihmojnë me bookkeeping, pra llogaritare si quhen, ka platforma të ndryshme në Amerikë që ti mund të trajnohesh falas, mund të marrësh mbase certifikat online dhe pse jo të bësh bookkeeping, që thon këtu, ku pak a shumë ndihmon një kompani të mbajë llogarit, të bësh financat për këtë kompani, kontabilitetin. Po është e vërtet, ka shumë gjëra që ju duhet të dini si t'i bëni në mënyrë të sigurt, sepse jo çdo kompani do ketë besim të punësojë dikë nga Shqipëria, Kosova, jo çdo kompani do ketë mundësi që të punësojë dikë nga Shqipëria, nëse ata nuk kanë një farë sigurimi në laptopin që përdorin, nuk kanë vlerësa software të ndryshme, por nuk është e panumër. Ka plot kompani nga Shqipëria, nga Kosova, që kanë filluar të depërtojnë në tregun amerikan apo tregun europian, duke ofruar kontabilitet, shërbim klientit, shërbime ku ti mund të jesh një virtual assistant që quhet, pra asistente, po virtuale, kur njerëzit kanë nevojë për çdo gjë, që nga mbase përgjigja e mesazheve, përgjigja e emaileve, menaxhimet e emaileve, mbase nga edhe thjesht njërë të ndihmoj me rrjete sociale, postimet, ka ndonjëherë këto asistente virtuale që ndihmoj me menaxhimin e kalendarëve të këtyre supermarketeve të ndryshëm. Unë kam punësuar disa herë asistente virtuale, tani shumicën e gjërave menaxhoj vetë, sepse thjesht e kam kohën, e kam më mirë ta menaxhoj vetë se sa t'i shpjegoj. Po man kam asistente virtuale që në një farë mënyrë luajnë rolin më shumë të menaxhimeve të rrjeteve sociale, menaxhere të rrjeteve sociale, që bëjnë shumë gjëra të ndryshme. Kam video editor nga Shqipëria, kam njerëz që merren me websajte nga India, nga Kosova, kam edhe programues për klientët që kemi që duan të ndërtojnë aplikacione. Dhe do thoni ju si të fillojmë. Do më thënë fillon diku, mëson nga YouTube-i, gjen punën fillestare, dhe ndonjëherë thonë njerëzve që nëse ti nuk e ke patur mundësinë të gjesh atë punën fillestare, atëherë filloj vetë. Fillohet edhe sikur vullnetar me një kompani, sa të mësosh, kështu kam filluar dhe unë rrjete sociale, ku kam bërë punën e parë si menaxher rrjeteve sociale. Unë nuk jam paguar, kam punuar le të themi 10 orë, 15 orë në javë për gati një vit për një kompani, që dhe ata nuk e kishin haberin të menaxhimit të rrjeteve sociale, dhe unë nuk e kisha haberin, do më dhe kisha qef, po ishte një mënyrë për mua të motivohesha, të mësoja më shumë, dhe ta praktikoja të kjo kompani, sepse vetë nuk kisha kompani. Dhe kjo pasaj më bëri që të gjeja punën tjetër nga shtëpia, kur dhe vazhdoja shkollën në Amerikë për marketing biznes, edhe kisha një kompani që më pagonte, në ato kohë ishte $5,000 ora, pasaj e bën $20 ora, që punoja nga shtëpia, nga ku doja unë për bërë punë të ndryshme, të menaxhim të rrjeteve sociale, menaxhim në datave të tyre, sepse ishte kompania e tillë që kërkonin shumë data nga universitetet e të tjera. Pra, fillova diku, nuk jam këtu ku jam sot, sepse unë ngritau një ditë edhe bëra e mençur, apo ma mësoj shkolla. Ishte thjesht me vullnetare, praktik, hapa një blogun tim para shumë kohësh që të praktikoja si mund të krijoj një blog nga e para, si mund ta promovoj këtë blog, si mund të rrit shikimet, sepse nëse juve vetë nuk implementoni çfarë mësoni në shkollë, në kurs, unë jap shumë kurse. Dhe ndryshimi i supermarketeve që blejnë kursin tim janë në 2 grupe. Një grup është ku e blejnë kursin dhe nuk e di çfarë mendojnë, mbase mendojnë që unë do t'ia fus ato një orit brenda dhe gjërat do bëjmë me magji vetë. Por në fakt, nëse ti nuk e implementon dhe nuk e merr seriozisht, ta vësh çdo gjë në zbatim dhe të kesh një mentor si unë, kur të tregon çfarë po bën gabim, nuk do arrish gjë.
Dhe njerëzit që vërtet kanë pas sukses nga kurset e mia ku janë tani mbi 10.000 ca followers, kanë shitje, kanë shumë followers, kanë shumë mundësi të ndryshme në biznesin e tyre, është njerëz që vërtet e kanë marrë me shumë fokusim, kanë parë çdo video, e kanë riparë, më kanë pyetur për çdo gjë, biles mbas ata kanë menduar që janë bërë të bezdisur dhe mund të jenë bërë të bezdisur, por unë gjithmonë përgjigjesha çdo pyetje, çdo suport që kam pasur mundësi, sepse mua më motivon kur shikoj njerëz të motivuar. Dhe kur shikoj dikë që vërtet po mundoj të eci dhe po provon çdo gjë për të ecë. Një gjë tjetër është nëse juve për shembull dini anglisht apo dhe gjuhë të tjera dhe keni eksperiencë me menaxhimin e projekteve të ndryshme, çfarë një skuadre, ka plot pozicione që janë të industrive të ndryshme që kanë të bëjnë me project manager quhet, por quhet tamam menaxher projektesh, menaxher jo thjesht një menaxher skuadre, pra nuk po flasim për këtë. Ka dhe nga ato pozicione remote, por flasim për menaxher projekte sepse ndonjëherë ka projekte të ndryshme, dash në kompanitë të IT-s, dash në kompanitë të marketingut, çfarë do lloj industrie, që ka nevojë për dikë që tamam të bëj ato takime, ta vëzhgoj projektin nga A-ja te Z-ja dhe të sigurohet që ky projekt dhe gjithë pjesëtarët e kompanisë që janë të përfshirë në këtë projekt të kenë një organizim dhe menaxhim të posaçëm që projektet dalin me sukses. Pra ka nevojë për një lidhës, siç themi ne, si tip asistente, po në një mënyrë më të gjerë. Pra nuk quhesh thjesht asistente dhe bën ato gjërat e vogla, por tamam hyn në një pozicion më të lartë. Unë e kam bërë kur isha në korporat, për pak kohë e kam bërë këtë rol dhe është ndonjëherë stresueshëm sepse duhet sigurohesh që çdo gjë shkon në mënyrën e dur, nëse është një trajnim, nëse një fushat marketingu, që secili antar i skuadrës, secili departamenti ka bërë detyrën e tyre që ajo fushat të realizohet me sukses. Është tamam si produksion i një filmi, por është produksion i atit projekt. Mos ju futemi pasaj thjesht të jesh një kreator. Pra, kreator, kur them kreator, i përmbajtjes, influencer, UGC creator, që thonë këtu në Amerikë, që është user generated content creator, çfarëdo që ti mund ta quash vetën, por pak a shumë dhe këtë që po bëj unë tani. Unë adhuroj të jem kreator, sepse vërtet kam dëshirë të ndaj njëri, të bëj content, të bëj video, vërtet më jep kënaqësi. Dhe prandaj unë ndryshova komplet biznesin tim duke filluar 2023, që bëja më pak gjëra që i bëja më përpara, nëse ishte menaxhimi i skuadrës e tjera me radhë. Pra, nëse juve gjeni një industri që vërtet jeni të pasionuar, nëse ka të bëjë me kujdesin e flokut, kujdesin e lëkurës, shëndeti, libra, marketingu, çfarë do që tjetë, filloni të bëni video. Normalisht videot e para do jenë kot, do i përmirësoni, mbasi doni të bëni një trajnim. Unë kam bërë dhe trajnime të ndryshëm kreatorëve që janë rritur, por mundësit janë të panumërta, nuk po na lëm jelmat, pulbarda, makariça janë. Mundësit janë të panumërta. Për shembull, nëse unë monetizoj YouTube-in, jo vetëm marr para nga shikimet, pra nga reklamat që gjithë shikojnë në kanalet e mia të YouTube-it, monetizoj në mënyrë të ndryshme, pra kompanijat të ndryshme mund të më punsojnë, po mund të më japin para për shembull të veshur kapele me logon e tyre, apo për të veshur një bluzë, apo për ta përmendur kompaninë e tyre, për bërë një reklam 3 sekonda gjatë kohës që unë bëj content. Njerëzit mund të blejnë nga gjërat që unë po e promovoj, nëse është një aplikacion që është me referral code i thon asaj, pra referral marketing që marr komision kur njerëzit klikojnë linkun, nëse është Amazoni, çfarë do që të jetë. Pra ke shumë që dhe shumë kompaniera të ndryshme që japin komision, nuk po them që është komision i madh, do bësh i pasur, por nëse video jote merr për shembull sa më shumë shikime dhe një gjë me YouTube-in është që video jeta aty për gjithmonë. Pra sa herë dikush do kërkojë si mund të punosh online dhe mbasi video ime do dal, si mund të punosh nga shtëpia, çfarë industrish, video ime do vazhdoj të marrë shikime. Mbasi s'merr më njëherë tani, mbasi tani mund të jetë pak, mund vej 500, 1000, po një ditë mund të vej edhe 5 milion. Dhe imagjinoj nga 5 milion shikime, sa mundësi të ndryshme mund ta monetizoj unë. Dash nga linket që do vënë në description e kësaj videos, dash nga reklamat e YouTube-it e të tjera me radhë. Dhe normalisht do rritën subscribers, sa më shumë subscribers ke më shumë mundësira. Mund të kesh biznese të ndryshme që kanë hotele, kanë restorante që ku ju udhëtoni, të i merrni falas ose mbasi edhe t'ju japin para përveç se i merrni falas, që udhëtoni me një kostum më të ulët. Unë kam pasur plot bashkëpunime më përpara
dhe zgjedh bashkëpunimin, si nuk duhet të pranoj çdo lloj bashkëpunimi, po duhet të pranoj një bashkëpunim që në një farë mënyrë target audienca është e dur, dhe target audienca është pak a shumë e njëjtë, dhe është një farë prapë edukimi për audiencën time. Pastaj le të flasim dhe për llogaritë e tjera si Facebook u TikTok. Tani këto platforma normalisht i monetizon, mund të bësh para me shikime, me komente, me tjera. Varet ku jeton, nuk është se gjithmonë është okej, pra nuk është si gjithmonë monetizon, po unë gjithmonë i trajnoj i quaj se si përmarrësh kreator në formë të drejtën, sepse kanë një mënyrë që parisi një komunitet dhe mund ta monetizojnë. Po të ke mentorimin, trajnimin e dur, sepse gjërat mësojnë, por ndonjëherë njerëzit nëse nuk i kërkojnë, nuk i mësojnë ose nuk i dinë, mund të kalojnë muaj të tëra, lodhje mbas edhe vite, para se të mësojnë që po të kisha bërë këtë gjë që para 3 viteve do isha këtu, apo të kisha bërë kaq para. Po dhe kreatorët e TikTokut, kur them që ju mund ta monetizoni s'ka rëndësi ku jeni, nuk flas vetëm për monetizimin që vjen nga Facebooku, TikToku, se mund të jenë shumëta, ka plot njerëz që bëjnë para, po e di që jo të gjithë e kanë ato benefite që mund të monetizojnë, sepse varet nga lokacioni, varet nga vendodhja ku jeni. Por prapë me këto bashkëpunimet me marka, me komisionet të ndryshme që mund të merrni, pra nëse do dini të promovoni produktet të dura të target audiencës së dur. Pra kjo është një mundësi e dur, dhe nëse juve për shembull si unë ku bëj video, më shumë shikime marr, më shumë followers marr dhe klient, përveç monetizimeve të ndryshme, bashkëpunime, komisioneve nga platforma të ndryshme që kam referenca në website, në description e tjera me radhë. Kur bëm video, njerëzit në një mendojnë që duhet të s'bën si influencera, ti je e bukur, ti je kështu, ti je ashtu, por nuk është e vërtet. Thjesht mamaja jote mund të kreatore. Thjesht ajo të gatuaj ato gatimet e saj, pastaj të hapi llogari Amazoni, llogari të ndryshme që çdo produkt që ajo e përdor në ato videot që bën, gatimet që bën, i thotë që hey, nëse doni këto produktet, shikoni linkun Amazonit ose dyqanin Amazonit, ku unë kam të gjitha produktet që po përdor të linkuara, e të tjera bashkëpunime me marka, që kur them bashkëpunime me marka, mbaj mend një kreator që kishte 100.000 subscribers në YouTube, nuk e mbaj mend, por nuk duket as 100.000 nuk e kishte, as 200.000. Dhe kërkonte $40.000 për një video 10 minutëshe në YouTube-in e tyre. Ka kreator që janë vetëm me 2.000-3.000 subscribers, kërkojnë nga $200, $500 për një video, për të bërë thjesht 1 minutë, maksimumi 5 minuta. Pra vetëm ndonjëherë video që ka bëjmë me këto marka, me produktet e këtyre markave mund të bësh nëse ke strategji të dur që këto marka të gjejnë e para punës, edhe pse nuk keni shumë followers, shumë subscribers, po aman edhe pse ti të vesh këto marka, të dish kush janë këto marka që punojnë me kreatorë të ndryshëm, që ti t'jesh një ndër ta, dhe nëse marka e pëlqen që ka benefite, po merr shitje nga kodi që të ka dhënë ty, ata do duan të pagojnë më. Pra nuk është e pamundur, por normalisht do konsistencë. Jo të postosh një video një herë në vit, po të postosh gjithmonë. Këto janë maja e icebergut, e si juve mund të punoni nga shtëpia, mund të udhëtoni, mund të jetoni në vende të ndryshme, mund të punoni dhe pa patur një shkollim specifik, sepse ka digital marketing, nuk është vetëm duhet mbarosh shkollën. Unë për shembull kam mbaruar shkollën dhe nuk e mësova zëre as çerekun të digital marketing. Gjitha gjëra i mësoje, nuk mësoje graphic design në shkollë, nuk mësoje social media, video editing, SEO, nuk i mësoje fare në shkollën e marketingut për biznes që kam bërë unë. Kështu që gjitha gjërat që njerëzit i mësojnë nga kurse, nga trajnime, nga YouTube-i, e shkollat e tjera falas e thjesht praktik, dështim, mësim, implementim e me radhë për të përmirësuar. Nëse ju vërtet doni që të mësoni më shumë, çfarë pyetje keni, mundoni të jeni sa më specifik në pyetjet që keni dhe komentojini në YouTube te komentet më poshtë, apo nëse po shikoni nga një vend tjetër nga si Facebooku, komentoni çfarë pyetje, çfarë video doni të shikoni, si unë mund t'ju ndihmoj me kërkimet e mia, me një video edukuese, përmirësuese, që ju vërtet të keni më shumë dije për të patur një jetë më të mirë, për të patur më shumë punë, më shumë para, për të rritur një karrierë, për të rritur një biznes online, dhe për më shumë video si këto, që jo vetëm të shikoni udhëtimet nga po bredh unë, po të mësoni diçka nga udhëtimet e mia, të mësoni një përshtypje më ndryshe. Do doja të kisha patur një kanal si ky që po bëjmë sot dhe të isha motivuar, sepse shumica e videove që ne shikojmë unë dhe burri, nuk e kemi bërë me Netflixin, shikojmë ndonjëherë nga Amazon Prime, por shumica e videove që ne shikojmë janë të njerëzve që udhëtojnë, të njerëzve që po mundojnë të bëjnë një jetë më të mirë si ne, të industrive të ndryshme, dash shëndeti, dash marketingu, biznesi, investimit, financa, dhe thjesht i vëm këto video në televizorin ton,
për të parë më shumë se si neve mund të rritemi financiarisht, mund të rrisim lumturinë me familjes tonë. Kështu që ju lutem, bëni subscribe, bëni like, comment, çfarë pyetje të keni të nga ato që unë bisedova, dhe mos harroni të shikoni platformat e tjera sociale që ne kemi që unë kam sakt në përshkrimin e YouTube-it, që mos u mbisni dhe këshillat e tjera që unë ndaj, falas me ju, webinaret falas